80% e shqiptarëve bëjnë këtë gabim me kafen, mund t'ju kushtojë jetën. Shqiptarët janë konsumatorë të mëdhenj të kafes dhe këtë e tregojnë të dhënat e importit të këtij produkti të çmuar. Ndërkohë, të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se një shqiptar tashmë konsumon mesatarisht 3,1 kg kafe në vit. Kafeja zakonisht pihet në mëngjes dhe ky është një rregull i pashkruar dhe i përgjithshëm. Ka shumë konsumatorë që e pinë kafen edhe si një pije që mund të konsumohet me stomakun bosh, por sipas të dhënave, ekspertët thonë se ky është një gabim vërtet i rëndë dhe mbi 80% e shqiptarëve e bëjnë atë. Të dhëna shkencore tregojnë se pirja e kafes me stomakun bosh i shkakton organizmit dëme të konsiderueshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur stomaku është bosh, kafeja çliron acid hidroklorik që rrugëton në të gjithë sistemin tuaj tretës. Ky acid është i pranishëm dhe agresiv për stomakun. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton gjithashtu edhe vështirësi me tretjen. Kur këto të fundit nuk treten dhe shpërbëhen si duhet në sistemin tretës, i çelin në rrugën edhe problemeve të tjera shëndetësore. Këto probleme janë irritimet të mukozës, aparatit të stomakut, fryrjeve, inflamacioneve të zorrës, madje edhe shtimin e qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbën se kafeja nuk duhet të pihet me stomakun bosh. Ata thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për organet e trupit, por më tepër ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomakun bosh rrit nivelin e kortizolit me shpejtësi. Më pas, organizmi ka nevojë për më shumë kohë që të kthehet në gjendjen e tij normale. Pirja e kafes përpara mëngjesit rrit nivelin e aciditetit në stomak, duke shkaktuar jo vetëm fryrje, por edhe të vjedha. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafe është rreth 1 orë pas zgjimit dhe pasi të keni konsumuar mëngjes. Gjatë kësaj kohe, ju duhet të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe më pas t'i dorëzoheni kënaqësisë së kafes. Megjithatë, nëse ju keni nevojë të pini kafe përpara se të hani mëngjes, sigurohuni që së paku ta shoqëroni atë me pak qumësht ose me një biskot, për të zbutur kështu ndikimet negative të dëmshme të drejtpërdrejta të kafes në organizmin tuaj. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin, por për një numër të lartë të përfitimeve do të jetë edhe një zgjedhje e mirë ushqyese. Për sa kohë pihet si duhet dhe nuk teprohet në dietën tuaj, vlera dhe përfitimet e kafes do të jenë vërtet larmishme në organizëm. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, është e shëndetshme që të pini kafe për sa kohë nuk bëni gabimet të cilat i përmendëm më herët. Këto janë në përfitimet kryesore të konsumit të kafes sipas ekspertëve të Healthline. Njihuni me përfitimet të renditura sipas Healthline që trupi juaj do t'i marrë me konsumin e kafes në mënyrë të rregullt. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë vërtet më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit, çka shkakton efektin stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë të ndiqni nivele të ndryshme të dhiambit në trup në mënyrë më të lehtë. Disa studime kanë treguar se kafeja mund të rrisë djegjen e dhiambit dhe gjithashtu ritmet tuaja të metabolizmit. Ajo mund të përmirësojë në mënyrë të mirë edhe performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë gjithashtu edhe nga probleme të tilla siç janë acidet yndyrore omega 3 dhe indet yndyrore të tyre. Kjo gjithashtu të çon në përmirësim të dukshëm të performancës tuaj fizike dhe mban larg edhe komplikacionet e tyre. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurisht përfshirja e saj në dietën tuaj, sipas ekspertëve, është një mundësi e shkëlqyer kundër këtyre komplikacioneve. Mund të ulë riskun e diabetit të tipit 2.
Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një risk më të ulët që të preken nga diabeti tipi 2, një gjendje e rëndë mjekësore që prek miliona njerëz në të gjithë globin. Por pirja e kafes në dietën tuaj sigurisht duhet të bëhet përmes normave të duhura ditore. Kafeja mund t'ju mbrojë nga sëmundja Alzheimeri dhe demantina. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët për t'u prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në botë. Kafeja mund të ulë riskun e zhvillimit të problemeve të Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak risk për t'u prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja mund të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj më të mirë të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët të preken nga ciroza, e cila mund të shkaktohet nga një sër sëmundjesh që prekin shëndetin tuaj të mëlçisë. Ulë riskun e prekjes nga depresioni dhe ju bën të ndjeheni më të lumtur. Kafeja duket se ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike riskun e humbjes së jetës. Mund të ulë riskun e disa llojeve të radikaleve të lira. Problemet e mëlçisë dhe kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një risk më të ulët të preken nga këto komplikacione. Kafeja nuk shkakton sëmundje të zemrës dhe mund të ulë riskun e goditjes në tru. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një risk në rritje të sëmundjeve të zemrës dhe kanë një risk më pak për të goditur në tru. Pirësit e kafes mund të jetojnë më gjatë. Disa studime sipas Healthline tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët të humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Kafeja është një burim i madh i antioksidantëve në dietën perëndimore dhe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për sa kohë nuk e teproni me të. Kafeja mund të ndihmojë trurin tuaj. Fal kafeinës mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse. Prandaj, do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më lehtë në situatat tuaja të përditshme. Kjo falë edhe faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që shpërthejnë edhe për funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë më të mirë, në rritje më të mirë të aftësive mendore dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre të menjëhershme. Pirësit e kafes mund të konsumojnë atë në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojnë në shëndetit do ta kthejnë atë në një prej produkteve më mbreslënëse në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Kafeja është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të konsumuar, sidomos për të rritur performancën tuaj fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizmin tuaj, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë një përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur gjithashtu me antioksidant. Studimet si ato të kryera nga CSIC kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo ndihmon që ju të mbani të shëndet edhe të plotë të qelizave tuaja. Përveç kësaj, siguron një mori të vitaminave dhe mineraleve që ndihmojnë në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përmbajnë më shumë antioksidantë se disa fruta dhe perime të tjera. Përfshirja e kafes në dietën tuaj të rregullt mund të luajë një rol pozitiv edhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit të mëlçisë, duke lehtësuar kështu edhe rëndesën e saj. Një studim i kryer nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë riskun e cirozës së mëlçisë, për sa kohë që kafeja nuk përmban ëmbëlsues të ndryshëm ose shtesa të ndryshme, të cilat mund të bëjnë ndryshimet e saj. Kafeja mund të ndihmojë në djegjen e yndyrnave. Nëse doni që të keni një dietë më të mirë dhe më aktive, përfshireni kafen pa sheqer në dietën tuaj. Sa më të mirë ta keni përmbajtjen e elementeve të kafeinës në trup, aq më shumë përfitime do të keni në përditshmërinë tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.